Njazia ka ra dëshmor, edhe që ty për herë të parë unë e kom marrë vesh informimin mas pari babës edhe fëmijëve edhe shoqës bashkëshortes Rahmetlijës. Momenti nuk kanë shumë i ranu. Na asgjë kemi ditë që ata janë në luftë. Na se kemi ditë. Po ndoshta u kanë qëllimi mos mu përhap aty për neve e të fshatarët, e pastaj forcat serbe me ndërmarrë diçka. Ditën kur kanë hikë forcat e KFOR-it për anës Maqedonisë, unë jam dalë me një 2-3 kusheri në kufe, Maqedoni, Kosovë, edhe ne kom thirrë me një telefon një kusherinit ajrore, kom thirrë vllaun e madh në Itali, edhe e kom pyet telefon edhe i kom kallëzu që hini KFOR-i në shoqër Zotit tonë, po, edhe qyshini ju tek jeni, ai tani ma ka konfirmu mu e lajmin, tha, a se dini tha që dy Januzi dhe Njazia tha janë kanë luftë kosharës, edhe tha, a s'keni marrë vesh që Njazia ka ra dëshmor, edhe që ty për herë të parë unë e kom marrë vesh në telefon, derisa bashkëfshatarët tanë kishin pas ndëgju plot. Po s'ja kanë thonë? Neve s'ne kanë thonë, se e kanë pa që në spedi, po. Edhe e kanë lënë ma mirë në të vërtetot, edhe ma mirë këta e marrin vete marrin vesh. Edhe pas anena, tani ishte ajo një mërzi, dhimbje e madhe, edhe jemi kthy pastaj te shtëpia, te familja, edhe aty e kom pas. E kom përdorë si me thonë një lloj metode se si me dhonë informimin mas pari babës edhe fëmijëve edhe shoqës bashkëshortes Rahmetlijës. Me gjatë sa dinanat lirë. Qave, po. Dikush ka dhënë ma shumë, dikush ma pak. Thotë ja ka vle edhe është pagu kjo, është pagu edhe pa qëto sakrifica edhe sakrificat që i kanë dhënë për shembull familja Jashari edhe shumë familjet e tjera, pse jo edhe familja Haradinaj.